Mirëmëngjesi, miq të dashur të programit të mëngjesit, poroj dhe po shpresoj që ditën dhe po ashtu edhe javën ta keni nisur mbar. Ne rëndom në Kosovë, kështu kemi pak më shumë dëshirë që pushimet apo pothuajse do të thotë edhe fundjavën, kemi dëshirë ta kalojmë qoftë jashtë Kosovës, por qoftë edhe brenda këtu në mënyrë që të vizitojmë sa më shumë bukurinë natyrore dhe po ashtu që të kalojmë një fundjavë sa më të mbar. Shumë prej personave këtu në Kosovë e shfrytëzojnë edhe Prizrenin sa i përket të vizitës dhe po ashtu edhe sa i përket të turizmit atje, ku kanë mundësi të shohin shumë bukurinë natyrore dhe po ashtu atje ka edhe udhërrëfyes dhe ka guida të ndryshme ku mund të ju shërbejnë në mënyrë që të vizitojnë vendet më të mira që ndodhen atje. Ne sot për të folur për njërin prej qyteteve më të bukura, Prizrenin do të flasim me drejtorin e turizmit dhe zhvillimit ekonomik atje në Prizren, Adem Morina, i cili do të na tregojë se çfarë e pret Prizrenin këtë vit. Zotri Adem, mirëmëngjesi, faleminderit shumë për kohën. Mirëmëngjes edhe për ju dhe të gjithë shikuesit e KTV-s në këtë rast, nga që në këtë mëngjes jemi zgjuar për t'i dhënë informacione se çfarë pret domethënë qytetin e Prizrenit dhe çfarë Prizreni pret gjatë kësaj vere, jo vetëm turistit vendor, por edhe ata të huaj dhe thuja ndërkombëtar. Padyshim që po, Prizreni mbetet njëri prej destinacioneve më të preferuara për vizitë, do të qoftë nga turistët vendor, siç po e potencion edhe ti, por edhe nga ata ndërkombëtar. Po du më ndal pak më shumë në lidhje me atë se çka e karakterizon Prizrenin këtë vit dhe po ashtu edhe nisur nga maji, i cili njihet edhe si faza ku turistët fillojnë me vizitu jo vetëm Prizrenin, por edhe vende të ndryshme. Kisha dashur më ndal pak në lidhje me atë se çka e pret Prizrenin këtë vit. Thamë të drejtën, Prizreni thuja që nga fillimi i vitit e deri në përfundim vitit, domethënë për 12 muaj është i vizituar nga shumë turistë, qoftë vendorë, qoftë të huaj, dhe normalisht ashtu siç e potencuat edhe ju, Prizreni si qytet kulturor dhe kryeqytet multikulturor, pra ka shumë destinacione për të vizituar dhe normalisht kur nis fakti që Prizreni ka në brendinë e saj lidhjen shqiptare të Prizrenit, njërin prej monumenteve të fëmijës kulturore historike, e kemi pastaj Kalane Prizrenit, kemi objekte të kultit fetar, kemi po ashtu Shadrvanin, Kalan dhe shumë monumente të tjera të cilat e bëjnë të veçantë qytetin e Prizrenit. Por megjithatë, përveç saj, Prizreni gjatë tërë vitit tuja ka shumë aktivitete të jetës edhe turistike, edhe kulturore dhe sportive, dhe normalisht të gjitha këto e begatojnë këtë qytet dhe gjithsesi sjellin akoma tepër turist. Ku janë nga fillimi i vitit, kur fillojnë aktivitetet e jetës qoftë kulturore, qoftë turistike dhe sportive, normalisht që nga muaji maj kemi shumë festivale, duke filluar nga festivali Hasi e Hën, ku marrin pjesë shoqëri të ndryshme artistike nga gjitha troja shqiptare, dhe normalisht kjo ndërlidhet në fakt edhe turizmi dhe kultura janë dy pjesë përbashkëta, secila njëra tjetrën e gërshëton dhe gjithsesi çdo aktivitet që organizohet në komunën e Prizrenit normalisht që e lidh pikërisht edhe me pjesën e turizmit apo me pjesën turistike të gjithë atyre që vinë në Prizren. Zotri Adem, duke qenë se po i përmendni edhe aktivitetet kulturore dhe sportive, ne po ashtu kemi pas mundësi që përmes rrjeteve sociale me i pa edhe disa prej aktiviteteve që janë zhvilluar atje. Kisha dashur më ndal pak më shumë edhe këtu, me na tregu pak më shumë lidhje me këto aktivitete që presin me u zhvillu. Realisht na thuja që para një muaj kemi pas një aktivitet të turizmit i cili është organizuar pikërisht në Prizren. Ka pasur edhe aktivitetet e tjera të jetës kulturore, po ashtu pritet që gjatë këtij muaji, nga data 19, 20 dhe 21 qershor, për herë të parë të organizojmë festivalin i kampingu, ku do të marrin pjesë shumë kamper nga të gjitha vendet edhe të Ballkanit dhe të Evropës, kështu që do të mbahet për herë të parë në qytetin e Prizrenit, do të mbahet pikërisht në lokacionin e Vërmicës, ku është vendi përshtatshëm për organizimin e këtij festivali, ku do të marrin pjesë shumë vende të Ballkanit dhe Evropës dhe do të jetë një festival shumë interesant, ku do të shfaqen risi të reja se çfarë e presin kampingun e Prizrenit dhe gjithsesi shumë aktivitete të tjera, dhe kur bëhet fjalë që jemi në flugun e verës dhe na vinë shumë edhe turistë jo vetëm të huaj, por na vinë edhe bashkëdhetarët tanë të cilat gjenden në vende të ndryshme qoftë të Evropës qoftë të botës, dhe gjithsesi kemi shumë organizime të shumë festivaleve. Posa kemi kaluar festat e qershorit, domethënë 10 qershorin lidhen shqiptarët e Prizrenit dhe gjithsesi 12 qershorin ditën e qëllimit të Prizrenit, ku ka pasur qyteti një varg aktivitetesh të shumta duke akushtuar kësaj feste madhështore, dhe gjithsesi na presin
në shumë festivalet e tjera, të cilat do të organizohen gjatë kësaj vere, ku vlen theksohet që e kemi festivalin e Dokufestit, e kemi festivalin e teatrave në ambient të hapur Prison Festi, e kemi njërin prej festivaleve tani edhe të reja, edhe ndërkombëtare, Rock and Blues Festivali, i cili organizohet me datën 3, 4 dhe 5 korrik, dhe gjithsesi shumë festivale dhe aktivitete tjera, të cilat përveç se do të begatojnë jetën kulturore në qytetin e Prizrenit, të gjitha këto festivale që organizohen sjellin shumë njerëz në këto festivale dhe gjithsesi edhe zhvillimi ekonomik dhe turizmi kalojnë në një nivel tjetër. Padyshim që po, sidomos kur po e përmend edhe Dokufesti, në fakt Dokufesti mbetet edhe njëri prej festivaleve ku bëhet edhe si mbase edhe pasojë event takimit të kulturave të ndryshme dhe po ashtu me pas munden me shfrytzu edhe pjesë të tjera atje në Prizren ku janë edhe monumentet historike, me pas edhe objekte të ndryshme fetare. Kisha dashur me u ndal edhe te pjesa se a ka diçka ndonjë ndryshim sa i përket infrastrukturës edhe me u ndal pak më shumë edhe te çështja e zhvillimit ekonomik përmes turistëve. Sa i përket infrastrukturës, ashtu si keni parë mes mediave, Prizreni ka pasur një ndryshim drastik në aspektin pozitiv, duke marrur faktin që është investuar jashtëzakonisht në zonën e parë historike të qytetit të Prizrenit, ku e dini se Shadrvani tani më është transformuar komplet pothuajse, që e gjithë Shadrvani është renovuar, është restauruar, dhe gjithsesi të gjitha ato kabllot të cilat kanë qenë mbi qeshmet e Shadrvanit Getras janë të gjitha të hekura dhe nuk ka më asnjë kabllot të cilat bëshin pengesë qoftë për aktivitete të ndryshme që kemi pasur, por edhe për bukurinë natyrore nga që Shadrvani më njihet në Prizren, dhe gjithsesi infrastruktura tjetër është rregulluar qoftë pjesën e barazhit, qoftë pjesën e nën kalas, rrugët e ndriçimit dhe pothuajse në të gjitha hapësira tjera ku ka monumente të kulturës dhe monumente këtë rast të trashëgimisë, thuja janë të investuara. Por gjithsesi, mbasi që në fillim ju potencuar që do të shohim se si do të jenë çështja e guidave dhe çështja apo udhërrëfyesve, Prizreni ka një numër të madh të guidave në këtë rast, por që po presim të bëhet edhe një ndryshim në kuadër të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit, nga që do të licencohen edhe guida të reja, me të cilat kemi shumë probleme, nga që kemi reaguar edhe në aspektin zyrtar, zyrtarisht kemi reaguar, sepse kemi shumë guida të cilat janë edhe të huaja, edhe guida të qyteteve të tjera, të cilat tuja nuk kanë një ori shumë të madhe për qytetin e Prizrenit, dhe ata marrin tur operatorë të ndryshëm që vinë për ta vizituar Prizrenin, dhe këto po na shkaktojnë probleme shumë të mëdha. Ne jemi duke bashkëpunuar me organizata të ndryshme të cilat janë edhe profesionale, po që punojnë kuadër të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit, në këtë rast Gojdeksin, që po pritet shumë shpejt fillohet një trajnim për tu licencuar të gjitha guidat e reja dhe udhërrëfyesit, dhe normalisht po presim Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit që të fillojë një gjë të tillë, nga që është jashtëzakonisht e domosdoshme. Vlen theksohet rasti që në qytetin e Prizrenit ka shumë turizëm brenda ditës, dhe gjithsesi guidat duhet të jenë përveç të licencuar duhet të jenë profesionale. Përveç se do të jenë profesionale, patjetër se nuk mund të bëjnë aktivitet pa pasur licencën. Dhe kemi shumë raste, kemi shumë njoftime nga qoftë qytetarë, qoftë zyrtarë të tjerë, të cilët këto guida nuk janë aq sa duhet të përgatitur në aspektin profesional, nga që kemi dëgjuar shumë informacione të cilat nuk shndrojnë në qytetin e Prizrenit. Nga që në Prizren vinë nga vizitorë të tjerë të cilat thuja jo do e mos i kemi, domethënë ndoshta miq të mëdhej, sepse kur vinë ata vinë shikojnë shumë objekte, shumë monumente dhe gjithsesi mund marrin informacione jo të duara dhe ato informacione të transformohen diku tjetër. Por jemi duke bërë përpjekje që të licencojmë guidat edhe realisht ti trajnojmë në mënyrën më të mirë të mundur që të gjithë ata turistë që vinë të informohen mbi qytetin e Prizrenit, ata kur lëvizin kthehen në vendet të veta, na sjellen 2 fishin apo 10 fishin e turistëve, sepse normalisht duhet t'i pajisim me informacione të duara dhe adekuate çfarë e karakterizon qytetin e Prizrenit, qoftë në aspektin kulturor, po ashtu edhe në aspektin historik.
Padyshim që po në fakt sa i përket çështjes së guidave dhe udhërfyesve, e di që keni reaguar edhe shumë herë sa i përket kësaj, pasi që padyshim paraqet një problem të madh në momentin kur ka një guide e cila nuk të informon saktë dhe drejt. Kisha dashur zotri Adem me undal, duke qenë se jemi edhe në fund të bisedës, mbase më na tregu se çysh ka qëndruar situata vitin e kaluar sa i përket vizitorëve, mbase keni edhe ndonjë statistikë më na tregu, dhe po ashtu edhe në lidhje me atë se a ka ndonjë destinacion turistik që po preferohet më së shumti dhe cili është destinacion turistik i cili mbase edhe dihet më pak për të. Që në fillim e potencuon, dhe thënë drejtën, mandatin e kaluar për 4 vite kam qenë drejtori i kulturës dhe i sportit, me të cilat kam pas kontakte direkte me të gjitha këto organizimet e festivale. Po ashtu tani jam në këtë detyrë drejtori i turizmit këtë vit, dhe gjithsesi jemi duke mbledhur akoma statistika për ta parë se deri nga fillimi i vitit deri në dhjetor sa kemi pas turist, dhe gjithsesi jemi duke u për përpjekje që të krijojmë kushte sa më të mira dhe sa më cilësore që akoma më tepër prezenti shtohet edhe një numër më i madh, nga që kemi hapësira, kemi monumente, kemi për çfarë t'i ofrojmë turistëve qoftë huaj qoftë ndërkombëtar. Mbasi që bëhet pyetjen që cilat monumente po vizitohen apo janë destinacioni kryesor i turistëve, të drejtën kemi shumë monumente të trashëgimisë, qoftë kulturore, qoftë objekte fetare, duke pas parasysh që kemi Kalon e Prizrenit, lidhjen shqiptare të Prizrenit, hamamin e Prizrenit, Shadërvanin dhe shumë monumente të tjera, por objektivi jo nuk është që turizmin e qytetit e Prizrenit ta fokusojmë vetëm brenda qytetit, por gjithsesi qyteti i Prizrenit me rrethin ka edhe hapësira apo pjesë të tjera të zonave rurale ku karakterizohen edhe bjeshkët, siç i kemi në këtë rast Prevallën, bjeshkët e Sharit, pjesën e Pashtrikut dhe shumë fshatra të tjera të cilat ofrojnë jashtëzakonisht për turistët qoftë huaj, qoftë edhe turistët vendor. Dhe gjithsesi këto janë disa prej objekteve apo monumenteve të trashëgimisë edhe kulturore edhe historike që vizitohen në qytetin e Prizrenit. Zotri Adem, ne të falenderojmë shumë që ndave kohë me ne, do të thotë për ne këtë mëngjes, dhe falenderit shumë që ishe me ne dhe i ndave të gjitha informacionet sa i përket turizmit këtë pirë. Falenderit juve dhe gjithsesi ju presim edhe juve dhe i ftojmë të gjitha ata të cilët dëshirojnë ta kalojnë qoftë fundjavën, qoftë janë një ditë, të vinë dhe ta vizitojnë Prizrenin, sepse Prizrenin e pret një verë nxehtë me shumë aktivitete edhe të jetës turistike, po ashtu edhe të jetës kulturore e sportive, nga se qyteti i Prizrenit këtë vit është qytet i sportit, dhe si informacion tani kemi aplikuar thuja para një 3 ditë që Prizreni tjetë edhe është kandidat si kryeqytet i turizmit, dhe jo qytet i turizmit, por kryeqytet i turizmit evropian. Faleminderit shumë, kënaqësi shumë. Suksesin.